Vetëm pak orë para premjit të sotëm, kurioziteti se kush do të jetë finalisti i dytë i këtij edicioni të Big Brother VIP Albania, me seglit dhe laerti të shumë i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se cili banor do të shpallet finalisti i dytë, dhe nga rezultatet paraprake, përqindjen më të lartë e ka Egli si asnjëherë më parë, me 86% të votave, e më pas Laerti me vetëm 14% të votave. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. Por pavarësisht këtyre rezultateve, ai që do të shpallet finalisti i dytë është Laerti, pasi është produksioni ai që vendos. Dhe shpeshherë Laerti është përfolur se është një nga lojtarët e produksionit dhe dhomës së rrëfimit. Kujtojmë se këta banor shkuan në televotim kokë më kokë të zgjedhur nga Rozana, e cila e vendosur në këtë pozicion nga vllai i madh pas zgjedhjes së saj si finaliste e parë. Zgjodhi Eglin dhe Laertin për të konkuruar me njëri tjetrin. Po ju, kush mendoni se do të jetë finalisti i dytë?